A dini ku e kem problemin na që kem lind musliman? Na i kem do përpasi që kem lind, mos të rëzoj këtë farë ide. Njeriu kur lind në shoqëri musliman edhe rritet me musliman, aje e konsideron islamin pjesë përbërëse të veten. Edhe nuk nalet na herë me mendu për të mirat e fesë. Nuk mendon fort, veç e merr kallop pa e mendu. Ndërkaq, islami ka nevojë me mendu. Na du të me mendu mbi islamin. Përparësia atyne që përqafojnë fejnë është që ata për me përqafu du të me mendu, se ai nuk e ka të trashigune. Ai nuk e ka të trashigune, ai e ka të pranume. Ai që e ka të trashigune s'ka nevojë me mendu. Ja kalon baba dhe s'u lodh hiç. Për shembull, a u dash na me hulumtu shumë për mu bo musliman? Çashtu që në lagje, në mahall, në qytet, baba musliman, xhamia dhe na i na rrit me çat frym. Krejt dakord është kjo. Problematika është që na nuk kena nolin dit me mendu për islamin. Ndërkaq, ai që pe pranon fen, ai nuk po mundet me pranu pa mendu, edhe fakti që ai po mendon mbi fen ja jep përparësinë ndaj neve. Sa ai tani po duhet me analizu, po duhet me mendu, po i ka edhe ai do dyshime, po i ngrit do pikpyetje dhe ato pikpyetje po i ndihmojnë atij me përçafu më mirë fen. Për ata dhe ka disa ajete në Kur'anin fisnik. Khudhil kitabe bi quwwa. Merre librin, për shembull, njëri prej pejgamberëve Zoti thot, merre librin më seriozisht. Merre librin më me forcë, merre librin është fjala merre fen. Fen me marr më seriozisht. Po çish mëresh me marr fen më seriozisht pa menduar rreth fesë, pa analizu çështjen e fesë.